pasur oficera që kanë stërvitur kuadrët të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pastaj UÇK-ja ose këta të Partisë Demokratike të Kosovës bën atë që bërjen veri në 43-44 që mendimin e Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit eliminoi ballin kombëtar opozitën e vërtet të mirëfillt dhe e mori pushtetin me luftë civile. Të njëjtën gjë kanë bërë dhe këta. Se çka kanë bë? Janë akuzuar për vrasje të krenëve dhe të ushtarëve të LDK-s. Një nga ata është ky si e ka ish ministri mbrojtjes i ushtrisë shqiptare të Kosovës, që e vran Tiranë. Ahmet Krasniqi. E kush akuzohet për atë procedurë? Kur kam dëgjuar atë këngë zotëri, nuk është turp ta them. Unë dhe tani po ta dëgjoj mua më shkrej lotët. Se që një burr shteti, që një burr tamam shqiptar, me të tëra cilësitë e shqiptarit. Kush pretendon ju që e ka vrarë? Shërbimi sekret shqiptar, në bashkëpunim me shërbimi sekret sërb, në bashkëpunim dhe me spionët e tyre të PDK-ja. Pse kush do ta vriste? Që avokat janë akuzat rona, za që këtu i merë ti përboz. Unë flas me ato që janë botuar në shtyp dhe në media. Nuk kam qenë aty, kam qenë në emigracion atëre kur bërë vrasja Ahmet Krasniqit. Por di që është vrarë në Tiranë dhe kënga e thotë vranë midis Tiranës thotë kënga. Ai Agim Berisha në mos gabojsh këngëtari që e këndon. Dëgjojeni se thotë, në midis Tiranës. Pra, kush e vrau në Tiranë atë? Se edhe në Grekët ta vrisin. As sërbët. E kanë vrarë shqiptarët. Dhe për këtë duhet përgjigjen. A më lërë me ftu se e kemë edhe një musafir sonte që ka qenë i ushtori Ramush Haradinaj, edhe ai nuk pajtuhet shumë me ty, me këto që i keni thonë. Unë jam burri dialogut, mirë se të vijë. E ftuj me neve sonte është snajperisti i Koshorës Musa Smoli me dorë tërkiqe. Muz për Roma, faleminderit shumë që erdhe. Ma solle prap Muzën, se njerë kemi debatuar me Muzën kështu. Përshëndetje mirë se erdhe. Ta se olla, po, kësa here jo si mikë, se Musa... Jo. Unë kam ikë qardo që të thotë, unë kam vlla. Dëgjom qik mua, me vllanë mund të rrihesh, mund të pritesh, mund të bësh, po aman nuk e shet e tjetri. Dakor të jemi deri këtu? Vllai nuk shitet. Dhe unë këtë nuk e shes. As kështë së më shet mua. Kam garanci për atë punë, se një karakterin. Zotëri, këj vajti në luft për të mos u kthyer më. Që u kthye, ishte kelepir, ishte fati ti. Nuk e kishte caktuar i madhi Zot që të vdiste në luft. E ka caktuar jetën që të rroj si njeri dhe të vdes kur të mendoja i lartë. Pra, është vllai im, Musa, nuk është kundështari. Mus, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që ke orë dhe ti. Emnin nuk po ta thëmë se mu edhe me gabu. Zaci Islami. Ani, e gëzafsh. Faleminderit sa dhe, nështë edhe publik kisha mike ku fali, mos përbona i tepërt. Faleminderit për thirrje që më ke bon. Unë i marrë në atë njën të me dhënë kontributin sa të kom mundësi. Nuk është e thonë si jashtë qëlloj gjithmonë, po me shpirtë e me zemër jam për të mirën. Kështu që Çka mendoni për këto akuzat që i bën kundër? Ky tha, vlla jam i mirë, kështu edhe më prezantoi. Kan thonë me batuta, vlla ka shkon dërzën, ka të kthehet çën. Mas por i kisha thonë atij vllaut, s'po të nevojë me mbërzu hiç. Se ka po shkon mbërzove, po nevojta shumë. Tash nuk ki nevojë me mçu hiç. Domethënë nëse ose jam i mirë ose s'jam i mirë. Po çka mendoni për akuzat që i hedhi drejtuar? Ju e keni pos komandant Ramushin. Unë e kom dëgju, ky është një patriot shqiptar, e di. Me folë për Ramush Haradinin, deshta me thonë mas pore, e ka pas ditëlindjen sot. Po. 58. U bëft 100 vjeç. Ramush ta gëzosh ditëlindjen, pavarësisht se kemi kundërshtime bashkë. Po. Jo, Ramushi mos e gëzon ditëlindjen nëse ti thu, nëse hedh akuza shka nuk janë me bazë. Unë nuk i marrë me folë për Ramushin, po i marrë me folë për mënyrën që shënja unë në drejtsin. E du mu shprej pak se më kanë thonë po folë ashpër, po folë po butësh. Une po du më folë shlirë. Kërë nisa për Amerike me luftu, me arë në luft, atë dheu thirë i kushtrim. Kush shëndin vetën shqiptarë, ja sot jakur mi përgjegja dheu. Do më honë, dejnë atë ku, kur ka thirë atë dheu kushtrim, kanë qenë jeshtë e lirë me luftu, për me mbrojt pragun e shtepis, si ka thonë i Ibrahim Rogova në atë ku. Do më honë Ramush Haradini ka qenë luft gorile dhe
o përcaktu për luft, me vllazën, me familje, me krejt pa thonë, ka qenë luftetar, një ndër luftetarët më të mirë në Kosovë. Duke pa anashkalu këta tjerë që kanë dhënë jetën, po ai ka dhënë vllazët e tij, ka dhënë familja e tij, ka dhënë gjithçka. Ramush Haradini është një ndër luftetarët më të mirë, më të devotshëm që e ka kryer edhe luftën, e ka dorëzuar armën mas mbrëmi me përfundimin e luftës që e ke marrë suksesin me gjithë Amerikën e me natën e mështor që janë këto rezultatet sot që kemi. Ramush Haradinin mu mra prej Kosharës, i thash Dan Llopit, thash Dan ahina me në Dugazhin se diçka jem ka shë ty e djeg, Unikun jem ka shë ty e djeg Dugazhinin, edhe jem zhdjeg, kum pas fatin, pa u kry lufta, jem zhdjeg në Dugazhinin atisht të Daut Haradini e të Ramushi. Më vjen shumë kesh, pse Ramushi dhe Dauti edhe këta tjetë kanë leju mu bo 60.000 veteran, më vjen shumë kesh për tyne. Domthon kjo është akuza jeme si Musa Smojli, si luftetar, pse më ndodh kur Ramush Haradinin e kanë tratu? Po, çish dihesh ti se po të ndërpres kur zot që ti ai ke pas komandant Ramush. Por ky, komandant për këtë Dugazhin ka qenë. Po, domthon ka. Na vesh na çtu. Ka edhe akuzat. Ramushi ka qenë komandanti krejt rrofshit Dugazhinit. Po të vesh ta akuzat rona thash. Na këtu është diçka. Zotëri, Ramushi ka dhënë gjak, ka dhënë 2 vëllezër. Nuk ka veç Ka dhënë gjaku. pasuri sa të duash. Ramushi ka luftuar, nuk ka hedhë njeri poshtë luftën. Unë Ramushi ti them, pse dhe 8.000 hektar Malitzi? Nale, më zdalim, më shkojmë ma djetë adho mesazhin. Une, kur erdhe në Dugazhin, hina mrena, Ramush Haradini, këtu duhet me ditë Ramush Haradini, si qata njerës, si e kanë tratu Ramushin atë ku. E kanë tratu Ramushin, e kanë leon Ramushi ka qenë mujnë më ngje me gishta luftetar. Mujnë më konë 100, 500, 1000 në Dugazhin. Dugazhini ka qenë baza kryesore e UÇK-s në këtë Kosovë. Pse? Se kur ra Dugazhini ka ra këtë Kosova. Se aty ka qenë edhe Kofini me Shqipëri. Shka kemi thonë Zoqës për shembull se tha i dëgjën patrullet, e tha një diçka shumë të rëndë, mos tha Ramushi, Zoqë Islami ka thonë televizion shqiptar. Çka kanë thënë? I dëgjën patronët e tij që janë serbët. Jo, nuk e ka patrona serb, është e pavërtet. Kam thënë ndryshe, jo, kam thënë kështu. Dhe po e them në ligjërat e drejtë, prapë sot, të mos keq interpretohet. Kam thënë, Ramush Haradinaj, me veprimin që ka bërë, që u ka dhënë 8.000 hektar, pas një shkak, pas një arsye, malazezve, të dalë t'ja përgjigje, të më thotë. Për këtë unë e akuzoj për tradhti. Shkurt. Unë nuk e marrë me ambestu Ramushin nga gabimet që e në bënë gjatë historie. Jo, thash kemë najnoni Po, misionin. vish një po dëmë, jo. Unë e respektoj këtë patriot shqiptar. Po nuk ka ky drejt me ofendu luftetarët më të devotshëm. Nëse Ramush Haradini, na po folim për periudhën e luftës. Po. Deri në momentin kur e ka dorëzuar armën. Po. Kur e dorëzuar armja kem qenë nën prokurorat ndërkombëtar. Ka qenë unë miku, ka qenë këtë bota ka Nëse qenë. Ramushi o konë, Domthon Ramushi ka qenë kokushi, s'ka qenë, se ka Nëse Ramush dorëzuar. Haradinaj se konë luftor të Ja, lutem, jo, ishte kryeministër kur u dha 8.000 metra, 8.000 hektar atyre. Të lutem. Në rrëvesh të më zdalim të komunistës, alo se ardhë.